Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim pak mësimin e 6 të nivelit të parë, nivelit A1 të gjuhës angleze. Do të ndalemi të paktën te 3 aspekte. Përdorimi ë dhe ën në gjuhën angleze, singular and plural nouns, emrat në njëjës dhe në shumës, dhe së treti small things, se si i quajmë ose si i thrasim disa objekte të vogla në gjuhën angleze. Dhe të fillojmë pak me aspektin e parë. Flasim për small things. Në të djathtë keni një fotografi ku na tregojnë të gjitha këto sendet e vogla, zakonisht sendet që i mbajmë me vete, por jo me do mos. Okej, fillojmë me njëshin. A cell phone, një celular, telefon. Anglishtën britanike i referojmë si mobile phone, është e njëjta gjë. Kohët e fundit po përdorim kryesisht edhe termi smartphone, meqense celularët tashmë janë bërë gjithmonë edhe më të ndërlikuar dhe kanë gjithmonë edhe më shumë më tepër opsione. Dyshi, a bag, çantë shpine. Treshi, a key, një çelës. Katra, an umbrella or an umbrella, një çadër. Pesa, a credit card, një kartë krediti. A photo, një fotografi. Shtata, a watch, orë dore, një orë dore. Teta, glasses, syze. Nënta, an ID card. Shikoni se si referojmë ID sipas shkronjave të alfabetit, pra I-ja I, D-ja D. E shkurtimi për identity. Identity. Pra an identity card, ose ndryshe themi të shkurtuar an ID card. 10, a wallet, një portofol. 11, a camera, një aparat fotografik. Dhe 12, gloves. Gloves, dorashka. E vini re që tek të 12 objektet kemi disa prej tyre që i themi me ë, a bag, a key, disa që i themi me ën, pra që shkruhet an, an ID card për shembull, dhe disa prej tyre që nuk vendosin fare, si në rastin e teta që kemi glasses dhe të 12 që kemi gloves. Okej, përse? Do të shohim pak. Atëre, për sa i përket ë dhe ën, kanë të njëjtin kuptim në gjuhën angleze. Pra, do të thotë një, pra kur i referohemi një objekti. Atëherë, përse në disa raste vendosim ën? Sepse sipas rregullit gramatikor në gjuhën angleze, nëse emri që vjen mbas shkronjës ë do të fillojë me zanore, kush janë zanoret në anglisht? Kemi 5 prej tyre, a, e, i, o dhe u, okay? Atëherë, në vend të vendosim ë, do vendosim ën. Në rastin e çadrës shkruhet me u, por shqiptohet me a. Tani pse është e rëndësishme kjo që thash? Sepse ka pak raste kur fjala mund të shkruhet me një nga këto zanoret, kjo ndodh shpesh sidomos kur kemi të bëjmë me foljen u, por që mënyra se si e themi ne nuk e fillojmë me zanore. Për shembull kur themi për universitetin, shkruhet me u, po themi ju, university. Kështu që edhe pse teknikisht në shkrim është me zanore, në shqiptim fillon me bashkëtingëllore, me j. Pra në këto raste ne nuk themi ën, po themi ë. Në rastet e tjera pastaj do themi ën. Këtë tregon edhe pika e parë poshtë fjalëve të përmendura. Use ën with words beginning with a vowel. Vowel është ajo që në shqip themi zanore, pra shkronjat që konsiderohen si zanore. Kush janë në anglisht ta që janë këto 5. Use a with words beginning with other letters. Pra përdorim ë me fjalët që fillojnë me shkronjat e tjera, ose teknikisht me ato që themi bashkëtingëllore. Atëherë, çfarë të themi për shumësin? Duke qenë se thamë që ë dhe ën tregon për një objekt, atëherë kur kemi emra në shumës, nuk ka nevojë të vendosim ë dhe ën, sepse ë dhe ën tregon një objekt. Tani, pak më përpara pam 2 raste kur kishim glasses dhe gloves, okay? Në disa raste, edhe nëse një objekt është një i plot në vetvete, për shembull siç janë syzet, duke qenë se ndoshta më përpara ka qenë në 2 pjesë të ndara, për shembull 2 xhama të ndara, disa emra kanë ruajtur shumësin, formën në shumës, edhe pse teknikisht janë një objekt. Prandaj syzeve u referohemi në shumës, kështu që nuk mund të themi ë. Mund të themi një palë syze ose një palë këpuce, një palë pantallona, një palë kufje dhe kështu me radhë, janë disa nga emrat që edhe pse tashmë janë një objekt, ruajnë shumësin në gjuhën angleze. Okay? Tani, po çfarë ndodh me shumësin? Si do ta bëjmë shumësin në gjuhën angleze? Shumësin në gjuhën angleze bëhet duke vendosur kryesisht në fund të emrit
shkronjën s, okay? Shikoni pak në të djathtë, pra kemi plural, plural do thot shumës, okay? Për shembull, ndërkohë që për të pyetur për një objekt mund të themi siç e kemi në të majt what is it, çfarë është ai ose ajo. Kujtojmë edhe një herë që it e përdorim me kuptimin ai ajo në anglisht për jo njerëzit. Okay? Kurse në shumës do pyesim për shembull what are they? Çfarë janë ata? Çfarë janë ato? Okay? Dhe shikoni pak rastin e parë, si nga book, një libër, a book, do të bëhet në books. Okay? Kujtojmë edhe një herë nuk kemi nevojë për an kur kemi shumësin, sepse thamë që tregon për numër 1. Their books. Okay? Në disa raste, në vend se emra të marrin s, do të marrin s, për shembull their watches. Më poshtë do të tregojmë rregullin pse e marrin dhe kur e marrin. Okay? Kemi edhe një rast tjetër, janë disa emra që mbarojnë me y, bie y-ja, dhe vendosim EIS, si për shembull fjala dictionary, edhe pse ne e themi me i kur e flasim, por shkruhet me y në fund, bie y-ja dhe vendosim ES. They are ose their dictionaries. Tu tani kemi dhe spelling rules. Çfarë janë spelling rules? Rregullat, fjala rule do thot rregull, rregullat e gërmëzimit, okay? Tham që në shumicën e emrave mjafton të shtojmë s, add s. Add do thot të shtosh diçka. Pam edhe një a book, books, okay? Tani, nëse kemi emra të cilat përfundojnë me shkronjën ch, sh, s ose z, siç kishim rastin e fjalës watch, që është ora e dorës, në këto raste nuk mund të shtojmë s, por duhet të shtojmë es. Dhe es në këto raste do ta lexojmë is, pra do pak më tepër kujdese në rastet e tjera. Për shembull, a watch, watches, okay? Dhe pastaj, tham edhe një herë, nëse kemi emra të cilat përfundojnë me y në fund, dhe para y-s kemi një bashkëtingëllore, pra nuk kemi një nga këto 5 zanoret, atëherë, çfarë do të ndodhi? Do të bjeri y-ja, ose do të heqim shkronjën y, dhe do të shtojmë is. Marrim rastin e fjalës a dictionary. Dictionary përfundon me y, para y-s kemi shkronjën r, që është një bashkëtingëllore, pra nuk është një zanore. Atëherë, për ta kthyer në shumës, çfarë kemi bërë? Kemi hequr shkronjën y dhe kemi shtuar is. Pra nga a dictionary do bëhet dictionaries. Okay? Le të vazhdojmë me tutje. Atëherë, edhe këtu, po të shikoni në të majt, na rikujtojnë edhe njëra të që sapo përmendëm. Don't use a or an with plural nouns. Pra nuk e përdorim me emrat në shumës. Përse, thamë se a dhe an është barabart me numri 1. Okay? Nuk themi they are a books, jo, they are books. Okay? Aspekti tjetër, përdorimi i the. Tani, në gjuhën angleze, përdorimi i fjalës the është pak i komplikuar. Gjithsesi ne në varësi të videove ose në varësi të niveleve të mësimeve ku jemi, do të përmendim në një apo dy aspekte se ku përdoret dhe pastaj pak e ka pak do marrim edhe aspekte të tjera që mund i përkasin një niveli pak më të vështirë. Tani, një nga aspektet më elementare ku përdoret the-ja është kur objekti është unik në vetvete, qoftë në shkallën ndërkombëtare, qoftë aty ku jemi ne, dhe ne si folsi dhe dëgjuesi janë në dijeni të çfarë po flasim. Dhe-ja mund të përdoret si në njëjës, si në shumës. Këtë thot edhe aspekti, thot use the with singular and plural nouns. Për shembull, kur japim një urdhër dikujt, një udhëzim, open the door, okay? Dora është unike, dera është unike, për shembull, nëse ne jemi një dhomë dhe dhoma ka vetëm një derë, automatikisht ajo është unike sepse është vetëm një prej tyre. Ose close the windows, mbylli dritaret, okay? Tani po flasim për dritaret në shumës, po referohemi të gjithave, okay? Kështu që jo vetëm që i përmendim konkretisht të gjithave, jo thjesht një prej tyre, por edhe folsi dhe dëgjuesi supozohet që janë në dijeni të informacionit. Okay? Tani të flasim pak për pronunciation. S-ja që ne vendosim në fund të emrave për të bërë shumësin, ka 3 mënyra të ndryshme se si shqiptohet. Mund të shqiptohet si s-ja normale, siç e themi në shqip, ose për shembull si fjala snake, s like snake, kur after unvoiced sounds. Tani, janë disa tinguj ose disa shkronja në gjuhën angleze që ne i konsiderojmë unvoiced, i themi, sikur të themi në shqip pa z, okay, mënyra se si shqiptojmë. Kush janë këto? Janë k, p,
T dhe F. Keni parasysh që shpesh herë unë i referojmë si tinguj, jo me domo si shkronja. Përse e them këtë? Tani, kryesisht bashkëtingëlloret nuk është se ndryshojnë në gjuhën angleze. Në përgjithësi, siç shkruhen, ashtu dhe lexohen, përveç rasteve kur mund të jenë të heshtura, pra që shkruhen dhe nuk lexohen. Por tek këtu mund të ndodhi raste që të thuhen ndryshe. Për shembull, fjalët e huazuara nga gjuha greke, që shkruhen me ph, zakonisht shqiptohen me f. Okej, kështu që ne do kemi shkruajnjat ph, por teknikisht kush është tingulli që bëhet? Është tingulli f, që tingulli f është unvoiced. Okej, në këto raste do t'i lexojmë si s. Siç për shembull kemi 4 shembuj këtu, kemi books, wallets, laptops, coats. Në raste të tjera, edhe pse teknikisht rregulli gramatikor thotë që s-ja do të lexohet si z, nuk është gjithmonë, të themi realiteti nuk është gjithmonë z e plot. Mund të jetë z e plot, mund të jetë edhe diçka ndërmjet z-s dhe s-s, por prapë edhe këtyre u referohemi si z. Z like zebra after voiced sounds. Pra nëse kemi të bëjmë me tingujt e tjerë, okay, do ta lexojmë si z ose si gjysmë z. Chairs, cameras, keys. Po ta shikoni për shembull te Chelsea është goxha më e rëndë se te fjalët e tjera. Dhe bags. Tani, fillimisht studentëve, ja, të dy aspektet janë të rëndësishme, por fillimisht unë studentëve për shembull i them që më tepër të përqendrohen te rasti i tretë, ku diferenca është goxha e madhe se këto dy rastet e para. Sigurisht, nëse arrim të mësojmë të treja rastet, akoma më mirë për ne. Por rasti i tretë është ku theksi është goxha më i theksuar. Pra nëse ju kujtohet kur kishin të bëni me fjalë të cilat përfundonin me ch, sh, s ose z, thamë që në këto raste për të ndërtuar shumsin, nuk mjaftojnë të shtojmë vetëm shkronjën s në fund, po do shkronim s-n. Dhe kur shtojmë s-n në këto raste, s-ja do të lexohet si is. Okay? Prandaj thotë edhe aspekti i tretë. Is when we add s. Okay? Pra kur ne e shtojmë s-n, do ta lexojmë si is, si në rastin e watches, buses or classes. Tani, e vutre që unë e kalova fjalën peace, okay? Çfarë ndodh? Në disa raste, kur emri përfundon me ge ose ce, okay, ne normalisht do shtojmë vetëm s-n për të bërë numrin. Okay? Si për shembull fjala peace, një copë ose një flet. Okay? Por edhe në këto raste, meqense ne shtojmë thjesht s-n, po ndodh që të bëhet kombinimi ges ose ces, edhe në këto raste, s-n që krijohet do ta lexojmë is. Pieces, ose për shembull fjala page, që është faqe, pages, okay? Le të vazhdojmë më tej. Edhe një herë, këto aspekte që mund t'i keni pak të vështira, mund ta riktheni videon përsëri në fillim ose aty ku doni dhe t'i ridëgjoni përsëri. Le të shikojmë pak në aplikim nëpërmjet një dialogu. Okay? Kemi dy persona, edhe kemi personin A dhe personin B në të majtë. Flet personi A te dialogu 1, excuse me, miss. Më falni zonjush, ose zonjë, is this your bag? Zonjush në rastin me 2s. Është kjo çanta juaj? Ndoshta e ka humbur ose i ka rënë, nuk ka rëndësi. Si përgjigjet personi B? Yes, it is. Po ajo është. Thank you. Në rastin e djathtë, kemi rastin e recepcionistit dhe klientët që vinë në hotel. Personi A, recepcionisti, good afternoon. Okay. Personat B, hello, flet njëri për tyre, po shikojmë që janë dy. Hello, we're Paul Jones and Martin Smith. E shikoni se si thot we are. Përse? Sepse përveç se përmend veten e vet, gjithashtu është një person tjetër bashkë me të, pra ne jemi. Vazhdon pasaj, thot we have a reservation. Reservation, pak fjalë gjatë, reservation. Ne kemi një rezervim. Pra kanë kontaktuar më përpara ose nëpërmjet internetit, kanë bërë një rezervim për atë ditë ose ato ditë në hotel. Vazhdon recepcionisti, thotë edhe si, le të shohim, është ta bën një kontroll në kompjuter ose në dokumentat e veta, e gjë dhe thotë yes, room 625 and 626. Pra dhoma 625 dhe 626, meqense janë dy persona dhe secili ka marrë një dhomë më vete. I vuni re se kur i thash numrat në anglisht, i thash tek e tek. Zakonisht në gjuhën angleze, kur kemi të bëjmë me numrat të tillë si numrat e dhomave, apartamenteve ose numrat e rrugëve, në përgjithësi anglisht folësit
para pëlqenj ta thon numrin, ti thon numrat tek e tek, në vend se të thon numrin e plot për shembull 625, siç na vjen ne më mbar në gjuhën shqipe, atyre u vjen më mbar të thon numrat tek e tek. Ndonjëherë për shembull mund të thon numrin e parë dhe të thon dy të tjerët bashk, 625. Okay, kjo varet pasaj. Edhe në fund, okay, çfarë i thot pasaj? Here are your keys. Keys, ja ku janë çersat tuaj, dhe persona pasaj le falenderojnë. Thank you. Shkojmë edhe një dialog të tretë, përsëri personi A dhe personi B, kemi të bëjmë me një lloj pagese, pyet personi i parë, how much is it? Kur pyesim sa kushton ajo, keni parasysh edhe pse it në gjuhën angleze e përdorim me kuptimin ai ajo, edhe nëse ne blejmë disa sende të ndryshme, disa gjëra të ndryshme, mund t'i referojmë me it. Nuk ka problem nëse përdorim edhe shumësin. Okay, po shpesh mund t'i referojmë edhe me it pa problem, sepse me logjik i referojmë kostos totale. Okay? Si përgjigjet personi B? $20. $20. Pyet personi A për mënyrën e pagesës, is a credit card okay? Fjalë për fjalë, a është një kartë krediti okay? Me logjikën që a është mirë ose a mundem të paguaj me një kartë krediti? Përgjigjet personi, yes, of course. Po, sigurisht. Atëherë, kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi dhe shihemi në videon e radhës.